Buxheti i vogël që Drejtoria e Pronës së Gjeodezisë dhe Kadastrit ka në dispozicion është ai që po paraqet problem në sektorin e shpronësimeve. Por drejtori i kësaj drejtorie, Fatmir Azizi, shpreson se ky problem do të zgjidhet pas kërkesës që kanë bërë në qeveri për ndarje të buxhetit të veçantë për këtë sektor. 300 mijë kemë na për vitin 2016 kemë pas për shpronësime, po të bazu në volumin e punëve që kemë na si qeverisje komunale, është e vërtet që kemë pas shumë shpronësime për shkak që për hapje të rrugëve të reja, po tengese që kemë pas. Jem ballafaqur me probleme, po presim që kryetari i komunës të marrë ka bërë një kërkesë qeverisë së Republikës Kosovës që të na dojë një buxhet veçantë për shpërndacimin e tokave dhe besoj që do të djalë. Në fshat zakonisht ndodhin ato, po atje edhe çmimi i vlerës tokës është më i ulët edhe që i thojmë në utrina, aty është problemi më i madh me utrinat, kurse në qytet është problematika pak më e madhe. Ndërsa problemet me të cilat kjo drejtori përballet vazhdimisht janë mungesa e dokumentacionit, uzurpimet dhe shpronësimet. Problemet më të mëdha kemi me dokumentacionet. Siç e dimë që okupatori serb e ka bërë qëllimisht këtë temë dhe ka marrë dokumentacionin që ne sot viti 2016 edhe nuk kemi dokumentacion. Sfidë tjetër zakonisht kemi me uzurpimet edhe me shpronësimet. Aty është e sfida kryesore ku qytetarët mund që nuk janë të kënaqur, po puna do të vazhduar dhe na nuk mund t'i bëjmë shefët të gjithëve. Është interesi i shtetit mbi gjitha. U bë e ditur se në kuadër të Drejtorisë së Pronës, Gjeodezisë dhe Kadastrit është funksionalizuar një mini arkiv për ruajtjen e dokumentacionit të kësaj drejtorie.